Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur që ditën e sotme të sjellë një histori nga qyteti i Vlorës, një histori që do kthehemi disa vite pas. Është 43 vjeçaria nga Vlora, Merushe Liçi, e cila ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Merushe, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Liçi është mbiemri vajzërisë, por mbiemri i juaj aktual i bashkëshortit? Paja. Paja, pra të quaj Merushe Paja. E dashur Merushe, dua ta prezantoj dhe publikut pikërisht pse keni ardhur sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi kjo 43 vjeçare dashur miq ka zbuluar vetëm përpara disa kohëve se ka një vëlla nga nëna e saj. Fatkeqësisht nëna e saj është larguar nga kjo jetë në vitin 1999, por e ka mbajtur sekret dhe nuk e ka treguar asnjëherë në familje, sikur ajo kishte qenë e re përpara shumë viteve dhe konkretisht përpara 47 viteve kishte sjell zonja Burbuqe Liçi e ndjera në jetë një fëmijë dhe detyruar nga rrethanat e asaj kohe e ka lënë në jetimore. Të gjithë fëmijët e Burbuqes nga martesa e saj janë shokuar teksa e kanë mësuar këtë të vërtet dhe një prej vajzave të saj, Merushe Liçi, ndodhet me mua në studio për ta rrëfyer këtë histori dhe është në kërkim të vllait të saj që fatkeqësisht nuk ka asnjë të dhënë, vetëm di se ai ka ardhur në jetë në vitin 1978, mos gaboj. Në 78 është martuar mami me babin. Ndërsa vllai çfarë vit? Ndoshta në 78, ndoshta 77. Pra nuk je sigurt, 1977 apo ndoshta edhe 1978 vit që ajo është martuar. Por përpara sa kohësh e keni zbuluar këtë histori që keni dhe një vëlla? Në vitin 2023. Si e keni mësuar? Gazetari kishte kontaktuar me djalin e tezës time. Po. Edhe ai i bie këto mesazhe që i kishte dërguar ai. Edhe aty e kemi marrë vesh. Pra, le të themi një gazetar ka qenë që ju ka njoftuar për këtë histori. Por pse? Vllai juaj kishte shkruar në një studio televizive dhe ju kërkonte? Po, na kërkovi edhe pastaj u tërhoq. Nuk e dim arsyen pse u tërhoq. Unë vendosa tani që ta kërkoj, dua ta njoh. Kur e mësuat këtë të vërtet që ai ju kërkoi në një studio televizive, besoj je shokuar kur mësove që kishe një vëlla. Patjetër. Mora hallet, mora babin, edhe të gjithë e dinin. Nëna kishte ndruar jetë, sigurisht që në 1999. Po, dhe pyete familjarët. Po, dhe më thanë që është e vërtet. Dhe ta konfirmuan të histori dhe ditën e sotme unë do të pyes dhe ti do më tërgosh e dashur Merushe, çfarë ke mësuar nga familjarët e tu për vllain tënd që ka ardhur në jetë rreth vitit 1977 apo 1978, i bie ti 47 apo 48 vjeç. Ndërkohë që gazetarja ime Ersela Malaj ka përgatitur një kronikë të shkurtër dhe fotoja, ma nxjini edhe një regjia fotoni lutem. Më bëri përshtypje fotoja që më nxorët në ekran. Kjo është nëna? Po. E ndjera Burbuqe Liçi. Sa vjeç ka qenë kur ka ndruar jetë? 22. O, sa e re. Ju ka lënë të vogla? 16 vjetë. Nga se vdish nëna? Kancer në gjoksi. Nuk mundi do t'ja dilte? Po. Sa fëmijë sollin jetë me babain tuaj? 4. 3 vajza, 1 djalë. Pra, ju keni një vëlla dhe 2 motra? 3 motra të tjera, 2 motra, me ju 3. Dhe kemi dhe foton që është me babain tuaj, të më ndihmoj regjia. Po. Burbuqja së bashku me bashortin e saj, babai është në jetë. Po është. Ai e ka ditur historinë që... Po, e ka ditur. E kam pyetur, se s'na keni treguar. Këtu është babai me nëna. Babai, po. Dhe ma vjen keq që sot të shikoj ty me lotë dashur dhe sot ke këto foto si kujtim të nënës tënde. Po. Edhe kur e kam pyetur babin se s'na keni thënë, kështu e lanë gjyshrit nga ana e mamit. Që të mbahej një sekret. sekret. Kjo histori të ngel tek shumë e eshti. Pra babai juaj përpara se të martohej me nënën tuaj e ka ditur që ajo kishte sjellë një jetë një fëmijë dhe ishte detyruar ta linte në jetimore, por vetëm ju
e keni mësuar për para disa viteve, rastisht nga një gazetar i cili i ka telefonuar dhe ka kërkuar t'i bëj surprizë kësaj familje, por fatkesisht djali në fjalë, që sot i pjetje 47 vjeç, u të roq për mos ta gjetur familjen e tij biologjike, por sot pala tjetër, është pikërisht motra e tij Merushe Liçi, apo Pajas, që ka mbiemrin e bashortit, mbiemrin që mban aktualisht, që ka vendosur të vinë në një studio televizive, të vinë në studion e emisionit Pa Gjurmë, të kërkoj vllajin e saj, vllajin nga nëna, me shpresën që ai do e ndjeki dhe do reagoj. Por historia me detaje do na i përcjelli edhe kronika që gazetarja ime Erstela Malaj ka përgatitur pikërisht për të ndjerën Burbuqe Liçi dhe rikthehemi në studio. Një histori e dhimbshme po rikthehet pas shumë vitesh heshtjeje. Merushe Liçi vjen sot në kërkim të vëllait të saj, një fëmijë që nga nëna e saj, Burbuqe Liçi, e solli në jetë përpara se të martohej. Burbuqa kishte qenë në një lidhje të fshehtë, nga e cila lindi një djalë në vitin 1978. Për shkak të kushteve të vështira dhe paragjykimeve të asaj kohe, ajo nuk mundi ta mbante fëmijën dhe dorëzoi në jetimore. Po atë vit, Burbuqa u martua me Kujtim Liçin, ku dhe sollën në jetë vajzën Merushen. Nëna ka ndëruar jetë në vitin 1999, pa mundur të tregoj shumë për këtë pjesë të fshehtë të jetës së saj. Sot, pas më shumë se 4 dekadash, vajza e saj Merushe Liçi kërkon të gjejë vëllain që nuk e ka njohur kurrë. Ajo nuk ka asnjë fotografi, asnjë dokument dhe asnjë të dhënë për vendodhjen apo emrin që mund të jetë dhënë në institucionin ku dorëzua, e vetmja gjë që e mban gjallë është shpresa se një ditë do të mund ta takojë. Merushe Liçi kërkon ndihmën për të gjetur vëllain e saj, një pjesë e gjakut dhe historisë së familjes që mungon prej më shumë se 45 vitesh. E dashur Merushe, dhe dua ta nis intervistën me ju, jeni prekur. Uroj që ti përballosh emocionet e këtij transmetimi, nuk është e lehtë, sepse edhe përpara se të fillonim bashk programin dhe të hynim në këtë transmetim live, më thej që kam shumë emocione. Dua të të pyes dhe ta bëj më të lehtë intervistën ditën e sotme. Momenti kur ti e zbulove që kishe një vëlla nga nëna, kush ishte personi i parë që foli në familje dhe e pyete që është e vërtetë apo jo që un kam një vëlla? Motra më e vogël, djali i tezës, ja kishte thënë të dhënat e gazetarit që kërkonte motrat për ne, edhe ajo më Çfarë të dhënash u nisi ky gazetar? që të na bënte surprizë te diela shqiptare. Bëjt fjalë për të dielën shqiptare në TV Klan, le ta themi, pse mos ta themi, edhe ai është një program i ndjekur nga shqiptarët dhe aty ka plot surpriza ku u bëhen qytetarëve të ndryshme. Dhe vllai juaj kishte shkuar në këtë program. Po. Por ju keni një emër, një mbiemër? Asgjë. Gazetari nuk u dha asnjë lloj detaji. Asnjë lloj detaji. Vetë e kishte pyetur motra që është i martuar, ku jeton, si e ka emrin, nuk e kishte thënë asgjë. Por ju ishit të gatshëm që të vinit? Po. Por ai u troq? U troq, nuk e di, nga se kishte vajt daja te motra në shtëpinë të motrës, unë isha në Greqi. Në atë kohë, po? Edhe i kishte thënë që do ta lëm këtë jeshtë, nuk do nxjerrim publik. As publike, as Pra ka qenë daja që ka refuzuar? Daja me njerëzit e Nënës. nënës. Nuk doni ta bëni publike. Por sot që ne po e bëjmë publike, a hasti pengesa nga daja? Ndoshta, nuk e di. Po unë jam vendosur që dua ta gjej. E dashur Merushe, në momenti që u zbulua, le të themi ky sekret që ishte mbajtur për vite të tëra në familje, nga nëna, nga babai juaj, por dhe nga njerëzit e nënës, ata të Nëna, gjithë... para se të vdiste, dhomën e kishim kështu dera që dukesh rruga. Edhe thoshtë gjithmonë, ma vini kokën këte, se dua të shikoj kush vjen. Ndoshta ka pritur që t'i vinte. Para se t'i jep të shpirt. Po. Më është fiksuar që thoshtë më lënë, ma vini kokën këte, që të shikoj kush do vi. Ndoshta e ka pritur. Edhe s'dinim që. Të birin. Besoj që ti foli edhe me babain tënë, sepse mësove që kishe një vlla, por nuk e dje, kishe vlla prej nëne dhe babaj, apo vlla vetëm prej nëne. Kush ta sqaroi të gjithë histori që e kishe vlla vetëm prej nëne? Babi, hallet, që ka qenë e fejuar, ai e braktisi, edhe ishte e detyruar që të linin atje.
kështu na kanë thënë. Pastaj gjyshi nga ana e babit, i kishte thënë babit që shko e merrne fëmin. Po, Kishin vajtur. Ta marrë, nuk e kishin gjetur. Kurse gjyshi nga ana e babit, mamit, më fal, i kishte thënë që këtë muhabet se kishte vajt babi, që ti thoshe ta marrë. dhe baba juaj është treguar shumë fisnik. Edhe i kishte thënë ai këtë muhabet do ta lëm siç është. Siç janë gjërat, një fjalë që mos kërko ta marrësh. Se e kishë ndërzuar. Një jetimore dhe ai fëmijë mund të jetë birësuar, përderisa baba juaj ka shkuar për ta marrë fëmijën, për t'i dhënë biemrin e vet, por që nuk është gjetur një jetimore dhe është birësuar. Po, besoj, po. Por pse njerëzit e nënës në mënyrë kategorike kanë refuzuar që mos Nuk e di. flasin për atë Nuk fëmijë? e di, ndoshta nga sistemi që kanë qenë të lartë, nuk na jep njëri shpjegim fare. Pasi ti e dashur me Rushe e mësove që kishe një vlla, ke folur me njerëzit e nënës, pas ke daja, teze, ke folur për këtë histori? E kemi thënë tezeve, motra më e vogël nga unë, nuk din gjë ne. Duhet ta thosh te kujtimi me gjithë buqen. Përgjësin ja kanë lënë babaj tuaj dhe Nëna. ndjerës nënën dhe vetë kanë refuzuar për të folur për këtë histori, që më mirë se familja e nënës e të ndjerës burbuqe nuk e di askush këtë histori, ata e di Jo. më mirë nga të gjithë, Ata po. por nuk kanë treguar. Por kur Daja shkoi në shtëpinë e motrës dhe tha që nuk do dalim në ekran dhe nuk do ta bëjmë të publike këtë histori, nuk mundi dot motra ta pyeste për vllajin? Çfarë arsye i tha motra? S'doni që ta bëjmë publike. E bëjmë kështu. Në rrugë private, e qartë, ka Pinë platforma. Po, Thjesht ta njoj. Edhe ngeli neshtje. Ndoshta është rje kur e kanë kërcënuar, nuk di çfarë të them. por nuk besoj që në të tilla histori ka vend për kërcënim, përderisa vllai juaj ka dalë në një ekran, ju ka kërkuar, por ju fatkeqësisht atë emision nuk e keni parë? Ne ishim të gatshme të venim. Që ta njinim, ta takonim. U shkëput Por su realizua dot ajo Jo. surprizë. Gazetari i kishte shkruajtur motrës, i kishte thënë që për arsye shëndetësore të birësuesit që e ka marrë vllan, Prindrit birësues, po, e ka pa qef, edhe do flasi ai kur. Kjo na la që të dyshonim që këtu kishte diçka më shumë. keni ju informacion se për në cilën jetimore bëhet fjalë? Nuk kemi as një të dhënë. Por babai, kur shkoi pas disa kohësh që u martua me nënën tuaj, për ta kërkuar në cilën shtëpinë jetimore shkoi? Në Në Vlorë? Elbasan. Në Elbasan? Në Elbasan. Pse nga vendlindja e nënës tuaj nga është? Belësh, Elbasan. Nga Belshi. Dhe kanë jetuar ku? Dragot të Elbasanit. Aty u martua nëna juaj, Po. me babin tuaj. Po. Dhe është interesuar në Elbasan? Po. Mirë, do bëjmë një shkëputje e dashur me Rushe, do kthehemi sërish të dyja së bashku për të folur për këtë histori në kërkim të vllajt, kjo 43 vjeçare, një histori që e kam mësuar vetëm përpara disa viteve, rastësisht nga një gazetar e shokuar, por sot ka vendosur të vinë në studion e emisionit Pa Gjurmë, ndoshta pa lejen dhe pa miratimin e njerëzve të nënës së saj të ndjerë, por e vendosur për të gjetur vllajin e saj nga nëna. Ne do të shkëputemi për një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashkë në studio. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku po flasim për historinë e familjes Liçi, Burbuqe Liçi, një nën e ndjerë pasi është larguar nga kjo jetë në një moshë të re 42 vjeçare, duke lënë pas 5 fëmijë. Në fakt, ai që e bëri për herë të parë nën, ishte djali i saj, ku u detyrua që ta braktiste, që në momenti që e solli në jetë dhe sot vajza Merushja është në kërkim të vllajit të saj. Ajo po tregon me detaje të gjithë historinë me shpresën që mund të ndiqet live nga ekrani i Report TV, që kushdo që e njeh këtë histori mund të na ndihmojë me informacione. 43 vjeçaria ka udhëtuar nga Vlora për të qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë. E dashur Merushe, babai është gjallë dhe dua të pyes, e ke marrë guximin se unë jam e sigurt që e ndjera nëna juaj ja ka rrëfyer historinë bashortit të saj dhe i ka treguar detajet e jetës së saj. E ke marrë guximin ta pyesësh babain, si quhet babai? Kujtim. E ke pyetur zotin Kujtim për të treguar më shumë detaje për vllain? Jo.
Vetëm kaq ka thënë që e dija që keni një vëlla, edhe nuk kanë lënë njerëzit nga ana e mamit që ta merrni të vesh. Por ju si motra dhe vllai vetëm që ke, prej nënë dhe babaj, e keni marrë këtë vendim që do e kërkoni. Po, patjetër. Çfarë kanë thënë dy motra dhe vllai? Shpresojmë ta njohim, ta takojmë. Jemi një gjak. Në ka lini nëna. Ajo nuk ndodhet. Pak në tjetë aji. Sepse dhe për djalin në fjalë, nëse është duke na ndjekur, shokuese është Tjetër. që të mësoj që nëna që e solli në jetë është larguar. Po. Për moshën që kishte është ere. Shumë e re është larguar nga kjo jetë. Ai s'ka patur dot guximin të tregoj juve, por ka vuajtur dhe ka pasur brenga në zemrën e saj. Patjetër. Çdo nën. E mendon që dalja jote publikisht dhe po e kërkon, do i kthej mendjen atij djali, vllai tuaj, që ai mund të pranoj sepse ai është tërhequr. Shpresoj. Shpresoj që na takoj, na njohi. Do dohet i përcjellë një mesazh ditën e sotme. Mendoj një moment që ai mund ta shikojë këtë emision. Të them, në qoftë se e shikon emisionin, të bëhet i gjallë për ne, ta njohim. Meqenëse se nëna nuk është. Të zërë një pjesë nga ajo. Do shta ti çoj një lule dhe të varri. Patjetër. Patjetër, ta çoj. Sepse ai i ka të dhënat tuaja. Po besoj po. Sigurisht, ai në dosin që e ka ndjekur gjithë jetën, i ka të dhënat. E nënës së tij, Burbuqe Liçi, nënës tuaj, Po. i ka të gjitha të dhënat dhe prandaj, le të themi, ai i ka më të lehtë të vite tek ju, ndërsa ju nuk keni asnjë të dhënë Jo, ne për atë. asgjë. Edhe moshën nuk e dini Nuk e fikse dim sa saktë. sa vjeç është. Jo. Vllai juaj i ka këto të dhëna përderisa ka arritur të kërkoj që t'ju bëj një surprizë. Por për çfarë është tërhequr në momentin e fundit, ngelen pikpyetje të mëdha dhe ende kjo e vërtet nuk dihet. Nuk dihet. Unë uroj dhe shpresoj që ta kesh këmbën e mbarë në këtë studio, të zbulohet kjo e vërtet, të mësohet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Urojmë që të gjejmë një adresë, një vendodhje, të jetë brenda territorit të Shqipërisë, është e rëndësishme. Jetoj në Shqipëri dhe mbi të gjitha të pranoj që t'u takoj. Varet nga dëshira e tij pas. Unë shpresoj shumë. Por ai është rritur pa motër dhe vëllezër, është bishtuar në një familje që s'kan sjellë një jetë fëmijë dhe këta persona dëshirojnë të kenë motra dhe vëllezër dhe mezi presin t'i takojnë dhe jam i sigurt që edhe ai ndoshta kërkon t'u njohë. Shpresoj shumë. Ju falenderoj që të më ndihmoni ta gjej. Inshallah e gjej. Sigurisht ai është gjallë, nuk ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Tjetër, derisa na kërkovi, Është gjallë. Por unë dua t'i bëj një thirrje në këtë moment e gjithë teleshikuesve të ekranit tonë, Report TV, kushdo që mund ta njohë këtë histori dhe pse ditën e sotme fatkeqësisht pak të dhëna kemi përcjell për shkak se kjo 53 vjeçare, 43 vjeçare nga Vlora nuk ka informacione të shumta për vllain e saj, di vetëm historinë e nënës e cila në vitin mos gaboj
1977 apo 78 është braktisur nga i fejuari, ka qenë shtatzën, ajo ka sjell një jetë një djalë dhe ka lënë një jetimore. Dihet që e ndjera Bubu Qeliçi ka lindur në qytetin e Elbasanit, por më pas se çfarë ka ndodhur me fatin e atij fëmije, në cilën shtëpi jetimore ka shkuar dhe në cilën familje është birsuar, motra nuk ka asnjë informacion, kështu që kushdo që mund ta njohë historinë e të ndjerës Bubu Qeliçi dhe ka informacion se çfarë ka ndodhur me fatin e atij fëmije, është i lutur të na ndihmojë duke kontaktuar në 2 numrat e telefonit që ndodhen poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Por i bëj thirrje edhe djalit në fjalë, nëse është duke na ndjekur apo do njoftohet për këtë emision, të marrë guximin kurajon pas kuintave të na telefonoj, sepse ai ka plot 3 motra dhe 1 vlla. Që sigurisht janë më të vogla në moshë, se ai është i pari që erdhi në jetë nga nëna juaj Bubu Qeliçi. Mirë, e dashur Merushe, unë të uroj shumë fat. Ne e prezantuam sot për herë të parë këtë histori. Uroj dhe shpresoj të marrim informacione, do nisim punën tonë kërkimore dhe uroj që ajo surprizë e nisur dikur nga një logo tjetër të përfundoj në këtë logon tonë. Ta uroj me zemër. Shumë faleminderit. Kështu që të falenderoj që të pata në studio dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Patjetër. Faleminderit. Përshëndes për emisionin që keni. Të falenderoj dhe unë. Mirë, me historinë e Merushe Paja apo Liçi mbi emri vajzërisë, dhe kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do të kalojmë në reklama dashur miq dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi rithur në studio dashur miq, vetëm pak minuta më kanë ngelur në dispozicion dhe këto minuta do t'i shfrytëzoj pikërisht për persona të humbur, denoncime që janë bërë nga familjarët në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe dua në këto momente regjia të më nxjerrë foton e Meladin Adilit, një 29 vjeçar nga Kuksi, nga Borje e Kuksit, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen në 4 shtator të vitit 2022. I riu, mëngjesin e 4 shtator të vitit 2022, së bashku me bashkëmoshatar, ishte nisur drejt bjeshkve për të mbledhur Boronica. Të gjithë shokut u kthyen, por 29 vjeçari Meladin Adili figuron ende i humbur. Dhe pse u dyshua se kishte hyrë në Kosovë, dhe gjurmët e fundit ishin nga Kosova, familjarët kanë bërë shumë kërkime, por ende nuk është gjetur asnjë shënjete për Meladin Adilin. Dhe informacionet e fundit që vijnë për 29 vjeçarin janë nga Prizreni i Kosovës, ndërkohë që babai i tij ka udhëtuar, ka bërë një denoncim edhe në policinë e Prizrenit, por kanë kaluar, le të themi 3 vite dhe ende nuk dihet për fatin e këtij të riu nga Kuksi. Unë dua t'i jap një material që kemi përgatitur për 29 vjeçarin dhe rikthehemi në studio. Meladin Adili është një 29 vjeçar nga fshati Borje i Kuksit, i cili është raportuar i zhdukur nga familjarët e tij që prej datës 4 shtator të vitit 2022. Sipas tyre, i riu ishte nisur për të mbledhur Boronica, si çdo ditë tjetër për të siguruar jetesën në bjeshkët e sharrit të Kosovës, por prej asaj dite nuk është kthyer më në shtëpi. Atë ditë ai doli së bashku me disa shokë dhe në bjeshkë është ndarë nga ta. Këta të fundit janë kthyer më pas në shtëpi, ndërsa prania e mjekullës ka shkaktuar dhe humbjen e rrugës në kthim të riut. Për herë të fundit, thuhet se është parë nga shokët e tij të punës në vendin e quajtur Zhilibeg, që gjendet në afërsi të fshatit Brod të komunës së Dragashit. 29 vjeçari ka patur me vete edhe një aparat celular, por pas zhdukjes ai rezulton i fikur. Për zhdukjen e tij, familjarët kanë bërë denoncim edhe në polici, por asgjë deri tani. Në kërkim janë përfshirë policia dhe ushtria e Kosovës. Mjekulla, terreni i vështirë me shkëmbinj dhe humnera e kanë bërë shumë të vështirë operacionin e kërkimit. Pak ditë pas humbjes, autoritetet gjetën disa rroba në bjeshkët e Maqedonisë së Veriut, ku janë shtrirë kërkimet, por sipas Nebis Siecës, kryetari i Federatës së Kalërimit të Kosovës, ato nuk i përkisnin Meladinit. Familjarët dyshojnë se djalin e tyre e kanë rrëmbyer, pavarësisht se sipas tyre Meladini nuk kishte asnjë konflikt. Kjo është historia e Meladin Adili dashur miq, 29 vjeçari nga Kuksi që humbi kontaktet me familjen e tij pikërisht shtatorin e vitit 2023 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur. Më falni, viti 2022, regjia të ndihmoj me pasaportën e Meladin Adilit, të riut nga Kuksi, i cili doli një ditë shtatori, konkretisht 4 shtator 2022 drejt
bjeshkve për të mbledhur boronica dhe nuk u kthye më në familje. Kushdo që ka informacion, është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, unë vazhdimisht jap kontaktet tona. Uroj dhe shpresoj të marrim informacione për këtë të ri nga Kuksi. Nga Kuksi do të zhvendosemi në këto momente në Skrapar, do të jemi në kërkim të Erion Bregut, një 41 vjeçar nga Skrapar, i cili fatkeqësisht ai ka humbur kontaktet me familjen e tij nga Greqia në 24 maj të vitit 2024 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e babait të 2 fëmijëve të mitur që ende janë në kërkim të tij. Por kush është historia, le të ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Personi që shikoni në foto rezulton i humbur që prej datës 24 maj të këtij viti, 41 vjeçari nga Skrapari, Erion Bregu, emigroi drejt Greqisë për të punuar, por fatkeqësisht humbi çdo kontakt me familjen e tij. Nuk ishte hera e parë që Erioni shkonte në shtetin grek për të punuar, për shkak se kishte shkelur afatin 3 mujor, e kaloi kufirin me këmbë dhe i kishte vetëm 2 javë që kishte shkuar në fshatin Kallamaki, në një fshat shumë afër qytetit të Larisës, ku filloi dhe punë në bujqësi. Gruaja e moshuar që e kishte punësuar 41 vjeçarin, i kishte siguruar edhe vendin e fjetjes. Rreth datës 20 të muajit maj, në një nga telefonatat e fundit me vëllain e tij, Erioni tregoi se kishte pasur konflikt me një shqiptar nga Përmeti, madje ky i fundit dhe e kishte dhunuar. Pas kësaj ngjarje të treguar nga vetë 41 vjeçari, telefoni i tij u fik. Përpjekjet e vëllezërve për t'u rilidhur ishin të kota. Kanë kaluar 6 muaj dhe ende nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e Erion Bregut. Familja ka bërë denoncimin për zhdukjen e tij në shtetin grek dhe kanë denoncuar edhe pranë Interpolit. Ata janë në merak për 41 vjeçarin dhe çdo ditë që kalon janë me syt nga telefoni në pritje të një lajmi. Kjo është historia e Erion Bregu, dashumish, 41 vjeçari i cili është trajtuar gjatë në studion e emisionit pa gjurmë, i zhvjerri, kushërira, vëllezërit kanë qenë në këtë studio dhe të gjithë së bashku dhe përpos konflikteve që mund të ketë familja e gruas së Erionit me familjen e tij, le t'i lëm të gjitha në arrest, të gjithë janë të interesuar në fund që ai të gjendet dhe të jetë shëndoshë mirë. Ju bëj thirrje edhe për 41 vjeçarin nga Skrapari, kushdo që ka informacion, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë. Mirë, do të bëjmë një shkëputje në këtë dua të prezantoj një suplement ushqimor i cili quhet Prostatol dashumiq. Është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi sërish bashkë live dashumiq për të vazhduar me pasaportën e fundit televizive që kemi përgatitur ditën e sotme. Do të jemi në Gramsh në kërkim të 45 vjeçarit Sokol Tervoli, i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij nga Firenze e Italisë në maj të vitit të 2004. Ka kaluar shumë vite dhe ende familjarët janë në kërkim të Sokol Tervolit, një histori misterioze e cila është trajtuar përgjatë këtyre sezoneve të pa gjurmë këtu në ekranin e Report TV, informacione që kanë bëritur, që jemi munduar t'i verifikojmë si ne dhe familja, por ende jemi në pikën 0 për Sokol Tervolin. Ndaj unë e sjell sot në fokus dhe në vëmendje historinë e 45 vjeçarit që kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim live, kushdo që e ka njohur në Firenze të Italisë, të riun nga Gramshi që jetonte në vitin 2004 aty në këtë shtet, është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë. Por si ka humbur Sokol Tervoli, kronika do u njohë më shumë. Sokol Tervoli rezulton ende i humbur që prej maj të vitit 2004 kur u zhdukën nga qyteti Firenze së Italisë. 26 vjeçari nga Gramsha Sokoj dyshohet se ka përdorur 2 pasaporta të ndryshme, Naser Shala si shtetas kosovar dhe Ademir Aslani si shtetas shqiptare nga qyteti Lushnjës. Në Itali ka jetuar bashkë me një grup bashkëmoshatarësh nga Gramshi, kohë në të cilën në maj të vitit 2004 zhduket dhe një tjetër shok i tyre, i cili në shtator të po atij viti u gjeti vdekur. Një ditë më pas se ka telefonuar e motra, ndërsa ai është shprehur se për shkak të një feste zyrtare në shtetin italian nuk ka mundur dot të pres biletën. Udhëtimin e kishte shtyrë për ditën e dytë, por ky ishte kontakti i fundit me 26 vjeçarin dhe më pas telefoni i tij rezultoi fikur. Në Firenze dyshohet se i riu merrej me punë të jashtëligjshme, ndërsa të afërm të tij kanë pohuar se kur e kanë parë gjendja e tij psikologjike nuk ishte fort e mirë. Shenja dalluese, Sokoli ka tatuazh të dukshëm një dragua në krahun e majt,
si dhe një të qarë në vetull, po në krahun e majt. Çfarë ka ndodhur vallë me djalin nga Gramshi? U zhduk në mënyrë të vullnetshme për të humbur gjurmët apo u eliminua nga pjesëtarë të grupeve kriminale. Kjo është historia e Sokol Tervoli, dashur miq, kështu ka humbur zholli kontakti me familjen e tij 45 vjeçari nga Gramshi. Uroj dhe shpresoj që ditën e sotme të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion, kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim është i lutur të na japi informacione, kushdo që e njeh 45 vjeçari nga Gramshi. Ky është Sokol Tervoli. Ka humbur kontaktet nga Firenze në vitin 2004. Mirë, me historinë e Sokol Tervolit ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit, dashur miq. Ne bashkë do ritakojemi sërish nesër me të tjera histori, të tjera denoncime që vinë në televizionin tonë Report TV. Bashkë mirupafshim.